Ka organizata me bord e me drejtora e me ati. So përgjithësia jam, o ti krenat. Ty kur s'po të konvenon, pëllu s'është përgjithësia jam. Po s'është jam, konvenon, pëllu na jena këtu për me debatu. Pa unë i kështë të full për ka lidhje kjo tash me këto. Po dhe, s'ka lidhje dhe? U folën shumë gjëra. A tha një fakt, zot Jameti. Se unë jë mësu veç me lëshu vjoll e mos me i faktu. Nuk e tha asë një fakt, nuk është fakt. Jo, po është fakt tri kompani djeta, më falni djeta, Kjo vish të regon që njerëzit janë përgjigjur, kjo vish e ngrit të... Ka qitë para orës 19 rezultatet, a bërë me nga kaldu. Që me bin dikon me votu, po më nëj. Cili? Për me dikut e nëj votu, s'kush e ka publiku para orës 19? S'ka pos. është qudit që këta do farrenca serbez. Ta që komunojnë me zjeve dhe ti hine me zjeve kënovina? Ja, s'ka nevoj me mëzire. Po s'ka të nevoj, po s'ka me dhunde. Cila kompani ka qitë rezultatet para orës 19? Që kuj komunet mëzire, tri kompani ndryshme piqesin Nuk kanë zero të njëta, nuk kanë zero të Këtë njëjta njëta. nuk i kanë këna. Nuk i kanë njëjta. Nuk i kanë njëjta. 15% Nuk i kanë njëjta. E këtë gjithë E nuk i kanë njëjta. E nuk i kanë njëjta. E nuk i kanë njëjta. Po qatu i kanë. Shiko, që po bërë nevojës me vetë vetë, nuk këna. Ti po bosh. Ati ja avokat, unë e kom një avokat, unë e shpëshe për ta qoj. Kone ki. Që ku e kom kisë të Gjërdes Makishin. nga përna i me gjatë. Kale e lëndën pak, kale e pak lëndën. Dove pa ditë. Jo, ideja është, nëse thot krenori, janë ndalume me ligj, cili exit poll, para orës 19 i ka bërë rezultatet dhe po e gjithë. Pyetje, po ta duhet me bëni ulumtim, nale televizionin. Jo, ulumtim, bisha ana informacion. Ke kena këshirë live se cili që ka ndu nuk ka pos exit poll pa orës 19. Asë njo, dhe kërkun. Kranë Kosovë ka pos fix 19. Kur të kry që të farë Po jo, se im debat, të shkurtër, vaznina, se edhe matushit Se ata për në qyrin tash, krumë sa të shka që shtu njëjtë bërtit, ke? Vaznina avash, ja demantova. Me qëtësi për ta, cili exit poll është për orës 19 Kosovë. Për dje, a kur Përfundoj që të laj fjalimit lutëm, dhe e që shishën nga kuadri së përtek. Exit pollet e ngjajshme, qysh është e mundën? Nuk kanë qenë ngjajshme, o krenar. Kjo pyetje nuk ka fakt. Qysh është e mundën? Nuk ka fakt kjo, kjo pyetje. Që kjo faktin që na cili exit poll. S'ka nevojë përgjigje. S'ka nevojë përgjigje. Tash ti veç po thu pse janë rastësisht. Po dhe nuk janë njëjta. Nuk janë njëjta. Absolutisht. Po shishoni para fakteve si ishte e thënja, heshtrin edhe muzat. Po dhe tu. Faktet po ti kërkojnë ta që të heshtin, po s'u heshtin se s'ka fakt. Ka që nuk heshtin. Okej, po mirë. Vazhdoj këtë fjalimin që the. Po kjo bëgon klasike me zoti Ahmeti. Na jemi pak me bo një farë analize, jo me po analize jemi të bo, rregull jemi, Arben, kjo ma herët që e bënën përgjithësimin e vota ka fitu PDK, as ka fitu kjo së pari, as pak nuk qëndran. Njëjtë është si në futbol, ke fitu 1-0 në pjesën e parë, 2-1 hu pjesën e dytë, tash ti bëdhu, unë e kom fitu. S'është me rëndësi 1-0 që ke fitu në pjesë të parë. Bare, a kemi bërë qatë shumë... Qështja është, a ke fitu... Po pjesë aty nuk u kryu halë, s'ka fillu halë. Bare, veçem ledhëm votën e përgjishme. Pikrish nuk u kryu. Po që të ti nuk bëmë edhe unë analizë, ka fitu ky, ka fitu Po kam që zotni, po aty kur ka Adrian Gjini ka do më honë 20% gati diferencën. A për ti kthesa... A din ti që në baljotash ki që ato vota rundin e por t'hupin. është njësë mja njësë për fillimit. Baljotash t'hupin votat, zhdukën. O i ndëruar, ne kemi marrë... Njerëzit nuk zhduken, njën po ata. Njerëzit njën po ata. Gjakovov, të rinë Gjakov. Nuk shkojnë në kuks. Dhe treta. Halil, jeftë, Halil pajtuna me krenore. Ky vitia u konë shumë para përpare me rrës. Baljotash e ka më përpare me rrës. So shumë. 20%. 42% me 28%. Po veqyë, dini një fa. Që të gjitha subjektet, Romani në thyve kundër Albenviti. Baljotash e 0-0. Dhe së katër, Po njerëzit jonë aty. nuk është njësin gjerët parlamentare ku ti dush mi bud qatu... Unë jam i atrova që vota fillon për i fillimit, po njerëzit jonë qata, jonë qaty. Qatu vota kemi grumbullu në një institucion që quhet kuvendi. Nuk është njëzin zgjedhjet lokale, 38 komuna i ki. Qa ka lidhje votuesi drenozit me Prizrenin për shembull? Qa ka lidhje? Për që ata nuk numruan votat, qysh i numroj Arbeni që e paraqiti në grafikon. Se vëllu që kemi ba më katë shumë të madhë, na falni miq, na falni,
Mund t'i kërkoj falje dhe publikut, që e kemi mbledhur votën në nivel Kosove, e kemi shpërndar në përqindje. Ska jeti Arben. Ka qenë shumë qëllim keq kjo. aty. E nxjerrim një statistikë tjetër, Krenar, si është këtë, e shohim me asamblesë në nivel Kosove. Cila parti ka? A nxjerrim? Mund është me zgjedhë se na nuk kena... Hiqni poshtë grafikën, hiqni poshtë sigjili, lutëm. Kuvendi i përgjithshëm i asambleve të Kosovës mbledhen këtë asambleistat në qatë kuvend. PDK-ja? PDK-ja? A mo nivel vendi ka fitu PDK-ja? PDK-i ka 208. S'ka kur falë. PDK-i ka 199. Jo veç PDK-ja, këtu e ka mundur edhe LDK-ve të vendosjen. Qa po lidhja e Ku ju dhambë, thune ben mashiqore ma në fund. Mirë, Krenar, një pyetje kam. Shie këtë grafikën, nxirreni grafikën i lutëm. Nxirreni grafikën. Kush po flet? Lëvizjave të vendosjen, ngjashëm sikur PDK-ja, a mundesh me ma dëgju pyetjen të lutëm? Po s'ka nevojë se për shok Po ma dëgjoj pyetjen, se kam pyetja të ndihmon pasaj në analizë. Pyetje kam. Lëvizjave të vendosjen, ngjashëm sikur LDK dhe PDK, ka kandiduar me asamblesë gjithandej Kosovës, në gjitha komunat. PDK si rezultati ka fituar 208. Nëse do të mund të ndalte. LDK i ka fituar 199. Vetë vendosjen, nxirrni të plot, sa i ka fituar? 188. Çka flet kjo për vetë vendosjen? Kur që s'flet bre, hiç bre kur gjë. Se me thonë që e kena na edhe një kuvend. Përbyshja fakteve o Gebelsi me s'kish ditë që këtu me po. Gebelsi me pa pas Krenorin, kish funksionu, e kish shkel Rusin. Nëse e këshim pos na edhe një kuvend suprem të asambleve, ku ishin mbledh takit asambleistat dhe PDK-s. O shok! Ajo vot popullore! Vot popullore vë zgjedhjet parlamentare. Nuk ka vot popullore kjo. Unë me gu një argument. Qytetarët dhe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vendos në nivel vendi që për asamblesët mas shumë ti me u besu njerëzve të PDK-s. Notën e mirë, A e din ti që ka votus Mitrovic që e ka votu Arjan Tahirin edhe e donë shumë Albin Kurtin? A e din? Jo, nuk e di këto. E qysh Që di këto. Procedure hipotetike nuk përgjigjna. A pyetje hipotetike. Ato janë tua. Ti vish kusht konvenon, po Jo,